Presidenti i Venezuelës Nicolás Maduro u shfaq publikisht të dielën pas disa ditësh mungesë që ngritën aludime se ai ishte arratisur për shkak të përshkallëzimit të tensioneve me SBA-n. Maduro, i cili zakonisht shfaqet disa herë në javë në televizionin shtetëror, nuk ishte parë që nga e mërkura duke i hapur rrugë zërave për vendodhjen e tij. Ai doli në një event vjetor për çmimet e kafes në Caracas, ku shpërndau medalje për prodhuesit dhe foli shkurt, pa ju referuar krizës aktuale. Në fund të aktivitetit, ai deklaroi se Venezuela është e pathyeshme me një mesazh të nënkuptuar ndaj SBA-s, e cila ka dislokuar anije luftarake dhe rreth 15.000 trupa në rajon. Caracasi akuzon Washingtonin se kërkon largimin e Maduros me forcë. Shfaqja e tij erdhi pak pasi presidenti amerikan Donald Trump konfirmoi se kishte zhvilluar një telefonat me Maduron, pa dhënë detaje për përmbajtjen e saj. Administrata venezuelase nuk ka komentuar për bisedën. Ndërkohë, Maduro i ka dërguar një letër OPEC-ut, duke akuzuar SBA-n se synon të marrë rezervat e mëdha të naftës së Venezuelës. Ministri i jashtëm Ivan Gil e publikoi letrën, duke theksuar se vendi do të mbrojë pasuritë e tij natyrore me vendosmëri. Tensionet u rritën më tej pasi Caracasi akuzoi SBA-n për vrasje, duke pohuar se disa venezuelas janë vrarë nga sulmet amerikane ndaj anijeve të dyshuara për trafik droge në Karaibe. Presidenti i Asamblesë Kombëtare, Jorge Rodriguez, tha se do të ngrihet një komision hetimor për incidentet që kanë shkaktuar mbi 80 viktima, sipas autoriteteve venezuelase. SBA-ja ka mohuar akuza duke insistuar se operacionet e saj synojnë trafikun e drogës dhe jo burimet e naftës së Venezuelës. Ditët e fundit, presidenti amerikan ka rritur presionin mbi Maduron, duke paralajmëruar se sulmet në tokë kundër rrjeteve të trafikimit të drogës mund të vinë shumë shpejt dhe duke u dhënë edhe një mesazh linjave ajrore, pilotëve dhe rrjeteve kriminale të shmangin hapësirën ajrore të Venezuelës. Ndërkohë, organizatat ndërkombëtare të drejtave të njerëzit vazhdojnë të akuzojnë qeverinë e Maduros për represion dhe shkelje të drejtave, ndërsa 10 persona janë ndaluar këtë muaj për arsye politike, akuza që qeveria i hedh poshtë.